Qeveria detyrohet të rishikojë për të tretën herë buxhetin e vitit 2015 me qëllim kalimin e fondeve te korporata elektroenergjetike shqiptare për blerjen e energjisë, një nevojë e ngutshme pas mungesës së rreshjeve dhe rënies së nivelit të ujit në kaskadën e Drinit. Ministri i Financave Shkëlqim Cani bëri me dije se akti normativ parashikon rialokim të fondeve i cili do të vihet në dispozicion të kesh për të blerë energji elektrike. Sipas të dhënave të korporatës elektroenergjetike shqiptare, Hidrocentrali Fierzës ditët e fundit ka pasur prurjet më të ulta në 10 vite dhe prodhimi i energjisë elektrike është nën kapacitet për të ruajtur rezervat në kaskadën e Drinit. Do kemi një tjetër akt normativ për buxhetin, zoti ministër? Po patjetër se s'ka si bëhet ndryshe. Duhet me akt normativ, bile s'është çudi që akti të bëhet për 2 arsye. Njëra është për pensionet dhe arsye e dytë duhet të jetë edhe energjia. Fondi do i kalohet keshit për shkak të rënies. Besoj. Çështje thatësire. Në një shifrë? Shumë faleminderit. Shifrat i jep qeveria në fund, vendos qeveria dhe ne vetëm themi atë që vendos qeveria. Sipas korporatës elektroenergjetike shqiptare, në kaskadën e Drinit janë regjistruar vetëm 3 ditë rreshje në 6 muajt e fundit. Të dhënat tregojnë se prurjet janë 60 m3 në sekond, duke sjellë uljen e prodhimit të energjisë nga hidrocentrali më i madh në vend. Niveli i Fierzës është në kotën e 276,4 metrave, një nivel i konsideruar i ulët në stinën e dimrit.